Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në parnairin e librit. Ky është takimi i edicionit të dytë që mbahet në Toronto. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Unë quhem Blerina Ruka dhe sot do të kem kënaqësinë të prezantoj një libër të veçantë, jo thjesht sepse trajton një temë juridike, por sepse hap një dritare mbi një botë pothuajse të panjohur për publikun, botën e gjykatave ndërkombëtare, gjykatësve, ideve juridike dhe ndikime që ato kanë në shtetin e tyre. Të gjithë ne, kur mendojmë për një gjykatë supreme, zakonisht imagjinojmë një institucion që vendos brenda kufirit të shtetit vet. Por, ky libër, dhe veçantia e cilit do ta sjellim më vonë vet doktor Klodian Rado, do të ngrej një pyetje akoma më themelore. A ekziston funksioni i gjykatave vetëm brenda shtetit tyre, apo ato janë në ndërveprim në një ambient më global, brenda sistemit gjyqësor, mbi të drejtësinë, mbi të drejtat, kushtetutën, demokracinë, dhe cili është roli i gjyqtarit në shoqërinë tonë moderne. Libri Klodian Rados, Global Judicial Dialogue and the Supreme Court of Canada, Diplomacy Network and Influence, trajton pikërisht këtë temë të fshehur me një dimension të jashtëzakonshëm për mënyrën se si Gjykata Supreme e Kanadas, gjyqtarët e saj, por edhe institucionet gjyqësore, marrin pjesë në dialogun ndërkombëtar juridik, në shkëmbimin e ideve, në rrjetet profesionale, por dhe në diplomacinë gjyqësore globale. Pra në tërësinë e saj, ky nuk është një libër vetëm për juristat, por është një libër për çdo që dëshiron të kuptojë se si funksionon sistemi i gjykatave në arenën ndërkombëtare. Kush është Klodian Rado? Unë kam fatin të takoj sot për herë të parë. Klodian Rado, doktor në profesion, është ish gjyqtar, avokat, studiues i së drejtës kushtetuese dhe i të drejtave të njerëzit si dhe një profesionist me një përvojë të gjerë ndërkombëtare, por edhe ndërkombëtare. Doktor Rado ka një formim akademik dhe profesional, ai është mbajtës i 8 diplomave universitare dhe pas universitare në fushën e drejtësisë dhe ka përfunduar doktoraturën në Osgood Hall Law School, York University, një nga institucionet më të njohura juridike në Kanada. Doktor Rado është sot këtu me ne dhe ai do të na tregoj pak më tepër mbi ecurinë e tij në jetën akademike, tani sfundme dhe në kërkime shkencore për drejtësinë dhe ne do njohim pak më tepër se çfarë mesazhe do t'japi libri i tij. Doktor Rado, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Do të doja ta fillonin pak me rrugtimin tuaj akademik. Deri në mbërritjen tuaj sot, doktor, është titulli juaj që mbani përpara një audiencë shqiptare, përpara një audiencë kanadeze, ndërkombëtare, dhe cila është eksperienca juaj shkurtimisht në karrierën tuaj në drejtësinë. Faleminderit. Faleminderit Blerina, faleminderit gjithë miqve që dhe pjesëtarët familjes të afërt edhe të gjakut, por edhe të bindjeve që kemi këtu. Edhe komuniteti sigurisht. Në fakt, rrugtimi në fushën e ligjit, Blerina ka filluar sigurisht në Shqipëri, por nuk mbeti aty. Pas marrimit të shkollës magjistraturës, u vendosa të shkoja në Britani për të kryer master dhe pastaj vendosëm si familje të zhvendoseshim në Kanada, ku i hyra akademisë duke lënë njanë pjesën e gjyqësorit dhe avokatisë për një moment, për 5-6 vjet derisa mbyllëm projekt për të cilën do të flasim edhe sot. Dhe ky rrugtim që ka kaluar nga kontinenti në kontinent është një rrugtim që rrënjët gjithmonë i ka padur te drejtësia, tek ligji, tek kontributi pra në fushën e ligjit. Kështu që edhe këtu kontributi është përsëri në fushën e akademisë, përsëri në fushën e avokatisë, ligjit dhe edhe ajo që unë jam duke marrë tani është pikërisht në fushën e ligjit, por në fushën e migracionit, si një urë lidhse ndërmjet, le të themi, ambientit të ri këtu në Kanada, por edhe komunitetit shqiptar, ata të cilët kanë ëndrat e veta për t'i realizuar në këtu në Kanada. Kështu që edhe unë jam një nga emigrantët. Unë kisha një pyetje, pse ju zgjodhet pikërisht Gjykatën Supreme të Kanadas, për shembull jo atë të SBA-s, ose gjykatën kushtetuese gjermane, europiane, gjykatën e drejtave të njerëzit në Strasburg, apo një gjykatë tjetër të famshme? Çfarë bën të veçantë dhe ndryshe Gjykatën Supreme të Kanadas për ty?
Faleminderit për pyetjen, sepse në fakt kjo është pyetje shumë e rëndësishme, sepse lidhet me pse e nisa ose pse u fokusova te kjo. Në fakt si në çdo fushë tjetër, meqense po afrohet botërori në futboll apo në art apo në shkencë apo në kinematografi, ka aktor star, ka dhe aktor që mund të jenë mesatar apo aktor të zakonshëm. Në fakt, gjykata e lartë kanadeze është një star në fushën e gjykatave. Disa prej këtyre gjyqtarëve të gjykatës së lartë kanadeze janë, siç është në fushën e futbollit, Ronaldo dhe Messi. Domethënë, duke qenë se unë vija si një gjyqtar, duke qenë vetë gjyqtar në këto takimet, dihet kush ishte Ronaldo, kush ishte Messi dhe kush ishte gjyqtarët e tjerë, kështu që te kjo pjesë, kjo të bën të kuptoje rolin, le të themi, prej stari që kishte gjykata e lartë kanadeze dhe disa aktorë që ishin vërtet yje. Dhe kjo më bëri që duhej studiuar kjo gjykatë, sepse kjo jep rëndësinë për të kuptuar kush është influenca e kësaj gjykate, jo vetëm për, le të themi, brenda Kanadas, por edhe përtej, dhe sidomos edhe për ne që vim nga Shqipëria, se çfarë mund të mësonte Shqipëria nga një gjykatë star siç është gjykata kanadeze. Dhe pra, interesi lidhje me Kanadan ishte me siguri përtej vetë Kanadas, por edhe brenda Kanadas ishte i lartë. Për konkludimin e librit tuaj, gjithë researchin, studimin që ju bët, kërkuat ndihmën e profesorëve, pedagogëve që keni patur edhe gjatë studimeve në Shqipëri, në Tiranë, por edhe këtu. Sigurisht që emrat janë emra, siç e thatë edhe ju star, në profilin e tyre, në profesionin e tyre, dhe emri Xhezair Zaganjori është patjetër një emër i madh kur flasim për drejtsinë shqiptare. Por edhe kur kërkoni bashkëpunim me profesorët tuaj në Kanada, sigurisht për juve është një domethënie e madhe. Ata kur i fton ti për intervistë në lidhje me kërkimet e tua shkencore në fushën e drejtësisë, si e presin kërkesën ose intervistën tënde? Në fakt, erdhe pikërisht e pyetja që sa e thjeshtë ishte të bëje një studim për gjykatën e lartë kanadeze, sepse mund ta kesh si ide të rditën, pyetja është sa të mundshme, sa do të hapen dyert për ta bërë këtë studim. Në fakt, kjo ishte sfida më e madhe. Kur i thash njërit nga pedagogëve të mi, diku tek 80 vjeç, imagjino eksperiencën që ajo kishte me student doktorant në vite të tëra që do studioj gjykatën e lartë kanadeze dhe kam si synim të intervistoj gjyqtarët e gjykatës së lartë kanadeze, di si mu përgjigj, good luck, son, tha. Nuk shanset reale, pra pa çfat biri im, sepse shanset reale që në fakt të depërtosh të gjykate e lartë kanadeze, të flasësh me ta janë pothuaj afër zeros. Sepse mund të lexosh vendimet e tyre të rditën, por të intervistosh ata për një studim shkencor, ishte pothuaj e pamundur. Pra, le themi, kjo e bënte edhe më sfiduese projektin, dhe që të hysh në një projekt të tillë duhet patjetër të kesh plan B, sepse nuk mund të hysh në një projekt disa vjeçar me një plan A që po të thot direkt supervizorja që good luck son, domethënë që do të shanset janë vërtet të ulta, por sigurisht që unë kisha atë këmbguljen që do të arrinim, sepse e ndjeva veten si njëri prej tyre. Nëse në fakt backgroundi im nuk do të ishte prej gjyqtari, unë nuk besoj se do të arria të realizoja do të këtë studim, sepse akademik mund të veni sa të donin aty, të thoshin po bëj një studim, dua të flas me ju, do të thoshin ok, fol me sekretarët, se ne kemi punë të tjera që duhet bëj. Kështu që kam përshtypjen u gjenda në vendin e dur, në kohën e dur, me njerëzit e dur, dhe ndoshta backgroundi im ishte i duri për të depërtuar me ta. Dhe në fillim filloj duke kontaktuar vetëm njërin prej tyre, njërën në fakt që konsideroj në mënyrë absolute Messi gjyqtarëve botëror, dhe pasi takove Messin, lojtarët e tjerë ishin më thjeshtë të hapnin derën pastaj, sepse i mori Messi në telefon, pastaj i tha që kemi këtë studim që duket shumë interesant, nga një prej nesh, se duhet ishe prej tyre, se nuk të besonin kollaj, pra nga një gjyqtar prej nesh, i cili po bën këtë studim për gjykatën e lartë kanadeze, kështu që pastaj u hapën dyert, sepse do të ishte absolutisht misioni pamundur. Në mendimin tim, një ose dy gjyqtarë, nëse do arria të intervistoja, do ishte fitoria më e madhe, sepse nuk ishte pak.
Për fat të mirë, në fund intervistuam 10, 5 nga ata që janë sitting judges, pra që janë nga 9 gjyqtarët që janë sot, 5 prej 9-ve, pra rreth 60% si i bie, që do ishte e pabesueshme për një studim që mund të arrije, dhe mua të më thoshje që në fund do arish të intervistosh 10, as në ëndrrën më të largët se mendoja që do arrije, dhe 5 të tjerë gjyqtarë që kishin dalë në pension, sepse ndryshe nga Shqipëria, që është me mandat gjyqtari i gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese, këtu është i përjetshëm. Këtu në momentin që bëhet gjyqtari i gjykatës së lartë, do vdesi gjyqtari i gjykatës së lartë, përveç pensionit, pastaj për ata që duhen marrin pension. Kështu që kisha dhe disa që kishin dalë në pension, që kishin atë willingness, dëshirën pastaj që të ishin. Kështu që kjo ishte historia e researchit që në kuptimin nga e pamundura erdhi tek e mundura, ndoshta sepse ishte edhe will of God, besoj, pa diskutim, sepse do ishte e pamundur të realizohet. Libri juaj në të kohë flet për diplomaci, për rrjete, për networking, por edhe për ndikimin. A mund të themi se gjykata supreme sot nuk janë vetëm institucione vendimmarrëse, por janë dhe aktorë të heshtur të diplomacisë, po edhe botërore, globale? Në fakt, pyetja është me shumë vend, sepse pyetja lind, ky studim na duhet vetëm po të jesh gjyqtar, po të jesh avokat? Në fakt, jo. Sepse jemi duke folur për një nga aktorët më të rëndësishëm të vendimmarrjes në Kanada, mos them është ai që flet i fundit, pas gjykatës së lartë nuk flet më askush, por edhe tek influenca që ka në nivel global. Domethënë, gjykata e lartë kanadeze është një nga gjykatat më të kuotuara, më të cituara se çdo gjykatë tjetër në nivel global. Domethënë, dikush mund të mendonte që mund të ishte Supreme Court of US, pra gjykata e lartë amerikane. Gjykata e lartë amerikane ka humbur atë rol, atë pozicion që në momentin që tregoi arrogancë me gjykatat e tjera. Domethënë, ishte një gjykatë që thoshte, mësoni prej meje, po unë kur nuk lexoj ndonjë vendim nga ju. Çfarë bëni ju gjyqtarët gjerman, francez, anglez, apo këtun ndërkombëtar të Strasburgut, apo këtun? I don't care. Unë jam gjykata e lartë amerikane, ju duhet mësoni prej meje. Gjykata kanadeze përdori një instrument tjetër, u bë pjesë e dialogut global të gjykatave, dhe në fakt hyri jo vetëm si dhënëse, po edhe si marrëse prej tyre. Pra hyri në një dialog marrëdhënieje me këto, dhe këtu gjykata e lartë kanadeze fitoi këtë reputacion botëror që ajo ka sot. Madje mund të duket e çuditshme, po ka jo pak vendime të gjykatës kushtetuese shqiptare, me që përmendet zoti Zaganjori që ka qenë një prej tyre, ku është cituar dhe gjykata e lartë kanadeze. Madje në rastin që kemi tani në gjykatën kushtetuese, që është rasti i gjinive që është duke u gjykuar në Shqipëri, po ta keni dëgjuar ju, ku ka marrë përsipër të jem avokat i asaj çështje në gjykatën kushtetuese shqiptare, disa nga argumentat vijnë edhe nga gjykata supreme kanadeze, pra ka shumë për të mësuar për kësaj gjykate pasi që do të thotë, pra roli soft poweri që ka gjykata e lartë kanadeze është, prandaj quhet diplomaci gjyqësore, sepse mos mendoni që e bën diplomacinë vetëm këto diplomatët, ministrat e jashtëm, ku diu në fakt gjykatat e bëjnë me anë të vendimarrjes shumë më shumë, sepse hallet janë të njëjta. Për shembull, diskutimet në lidhje me si do veprojmë me popullsitë indigjene, për ato që kanë indigjene, për shembull, dhe ju e dini nga konflikti që sot është, le të themi, në Palestinë apo Izrael, është në thelb konflikti indigjen. Domethënë, na duket sikur s'është, po është. Apo çështja e drejtave të njeriut që kanë të bëjnë këtu, dënimi me vdekje, apo çështja e genderit, për shembull, është God given, bi gender apo multi gender, siç mund mendojnë disa, për e themi këto diskutime, këto halle nuk janë halle që i ka një komb dhe nuk i kanë kombet e tjera, në fakt i kanë po aq dhe kombet e tjera, prandaj detyrohesh që të mësosh nga eksperiencat e tjerëve, sepse eksperiencat e tjerëve është në fakt një nga burimet, unë e them diku tjetër në diçka që kam në duar tani, që mund të jesh upcoming si libër, që një nga burimet e wisdomit, pra e dijes është eksperienca, dhe eksperiencat e tjerëve është në fakt shumë e rëndësishme, prandaj dhe duhet ky dialog. A ka një diplomaci gjyqësore që zhvillohet në kohë paralele me diplomacinë klasike shtetërore? Dhe nëse po, çfarë dallimi ka me diplomacinë politike? Gjyqtarët nuk janë diplomat. Gjyqtarët përkundrazi i kanë të merr nga kamerat,
kanë të merë nga daljet publike, kanë absolutisht. Domethënë nëse ka një figurë që janë më të fshehurit nga gjithë të tjerët, janë gjyqtarët, sepse është detyra e tillë, sepse nëse do dalësh, do flasësh para kamerës dhe ke nesër një çështje për atë që sapo fole, ke përjashtuar veten se sapo fole, se çfarë mendimi ke për atë, kështu që automatikisht janë tjetër lloj diplomatësh, janë profesionistë e pjesë e ligjit dhe mësojnë nga njëri tjetri, kanë edhe një arogancë profesionale pak të ndryshme, saqë nuk pranojnë të marrin mësime përveç se nga lloji vet. Dhe prandaj ky dialog është kaq i rëndësishëm dhe prandaj kjo diplomacia gjyqësore është kaq e rëndësishme sepse deputetët nuk i japin dot mend thot sepse çështja është që kanë politikën në mes, akademikët i duken që mund të jenë biased, kurse ata janë të trajnuar për të qenë sa më të balancuar, sepse trajnimi i gjyqtarit është trajnim për të qenë i tillë. Kështu që prandaj është një lloj diplomacie shumë e rëndësishme që është edhe pse nuk është kaq e dukshme, por nuk është e dukshme për vetë natyrën të gjyqtarëve që thash. Duke qenë vetë kështu të fshehur, të fshehta janë dhe takimet e tyre. Domethënë dhe sfida më e madhe e këtij lloji studimi ishte të depërtoje te zemra e këtyre takimeve, të kuptoje ore për çfarë flasin këta. Aty ishte në fakt sfidë. Faleminderit. Unë kam edhe një pyetje të fundit dhe pastaj do t'ju lë mikrofonin të lirë. A mundet ju ta thoni cili është kufiri ndarës mes të mësuarit, eksperiencës të tjerëve dhe humbjes së identitetit të kushtetuesës kombëtare? Kjo pyetje që ju bët është në zemër të debatit ndërmjet edhe atyre që merren me këtë pjesë, po dhe vetë gjyqtarëve, sepse ka gjyqtarë që e kanë këtë mundësinë e mendjes të hapur, që quhen si gjyqtar globalist. Që e kuptojnë që mund të mësosh nga eksperiencat e tjerëve, dhe duhet të mësosh, nëse në art, në teknologji e në gjithçka nuk është çmenduri të mësosh nga të tjerë, përkundrazi është çmenduri të vetë izolohesh, edhe gjyqtarët e kuptojnë që është çmenduri të vetë izolohesh, dhe këta janë gjyqtarët që nuk ndërtojnë mure, po ndërtojnë ura, me të tjerë. Pastaj ka një kategori gjyqtarësh të tjerë që janë më të i thonë vetes konservator, ndoshta, po konservator në ekstrem, ku thot, unë jam betuar mbi kushtetutën time, dhe unë jam përgjegjës vetëm mbi këtë dhe ç'thot popullim. Që thuhet jashtë derës, nuk dua ta di. Por çështja është që diskutimet, debatet, çështjet që të vinë për t'i dhënë përgjigje janë globale. Për shembull, kur vjen pyetja duhet ketë apo jo dënim me vdekje, s'është pyetje për Kanadan, është pyetje për gjithë globin, është pyetje për çdo shoqëri. Kur vjen pyetja për shembull që si kufizohen të drejtat, është pyetje që ka të bëjë me instrumentin që do të thotë si mund të kufizohen të drejtat. Dhe me që jemi te kjo pjesë, nëse ka një produkt që është made in Canada, një nga më krenarët që Kanada duhet të jetë, është ky produkti që ai që njihet si testi i proporcionalitetit në ligjin, sidomos ata që janë të fjesë së ligjit, që si mund të vendosen kufit mbi të drejtat. Pra nëse çdo kush themi që të drejtat janë liri themelore dhe s'duhet jenë të kufizuara, Kanadaja është e para gjykate botës që ndërtoi një skem, një sistem, një formul se si mund të kufizohen të drejtat dhe njihet sot në botë kudo si testi i proporcionalitetit. Dhe këtë Made in Canada instrument sot është përdoret në 200 kombet që ka bota. Është Made in Canada në fakt, nga gjykata supreme kanadeze. Kështu që prandaj është kaq e rëndësishme, sidomos te kjo pjesa që më mirë me qenë mendje hapur, sepse patjetër mëson nga eksperiencat, se sa patjetër rruga më e mirë është ajo rruga ku je patjetër besnik i asaj për të cilën je, për cilën të kanë vendosur që të mbrosh sovranitetin e popullit tënd, e kushtetutës tënde dhe vlerave të tua, sepse por nga ana tjetër nuk mund të jesh në ekstremin, asnjë ekstrem as tjetrin, duhet me qenë tek ajo që të jesh pjesë e dialogut, por jo për të qenë i hapur ndaj çfarëdo lloj ideje apo çmendurie që mund të vinë, sepse në fakt mundet që të jetë e kundërta. Nga këto lloj dialogje mëson jo vetëm çfarë duhet të marrësh nga të tjerët, ndonjëherë mëson edhe çfarë nuk duhet të marrësh nga të tjerët, sepse është një rrugë që dikush e ka bërë, ka parë që ka dështu, dhe në fakt nga dështimet mund të mësosh shumë më shumë se sa nga ato që mund përdorësh. Kështu që
absolutisht në këtë rrugtim është një rrugtim që besoj përsëri vlen ajo formula e artë, e mesme e artë, besoj që është e rëndësishme edhe këtu. Zoti Rado, unë falenderoj sepse në shpjegimin tuaj të thjesht, ju thjeshtuat te masa, e kuptoj që unë si publik, si lexues i zakonshëm, drejtësia ka qenë, raporti me drejtësinë ka qenë gjithmonë një hendek shumë i madh për ta kuptuar si funksionon. Po në fakt ky libër kam përshtypjen që do na vinë në ndihmë të gjithëve ne për ta njohur pak më afër se si funksionon vërtet sistemi gjyqësor në Shqipëri, në Kanada dhe më gjërë. Faleminderit për gjithë punën tuaj. Debati, diskutimi do të mbetet i hapur për publikun, për audiencën dhe kushdo është i mirëpritur për pyetjet tuaja. Atëherë, pyetja ime, zoti Rado, ka të bëjë me vendimin që ka marrë Gjykata Supreme për ta shpallur të panevojshme shpalljen e gjendjes jashtëzakonshme me rastin e asaj që u quajt pandemi në vitin 2020. A është ky vendim një lloj garancie që Kanadaja nuk do të rrëshqasë në diktaturë, në tirani? Dhe tjetra, a ka në dorë Supreme Court of Canada të hedhë poshtë vendimet e gjykatave në British Columbia për shpalljen e pronës private të tokës së privatëve si tokë indigjene? Faleminderit për pyetjen. Tani nuk diskutohet që roli i gjykatës dhe sidomos i gjykatave supreme është roli më i lartë që mund të ketë një institucion. Pra, mund të kesh parlamentin i cili merr ligje, bën ligje dhe mundet që të bëjë çmendurira, siç edhe ju bët pyetjen për shembull te pjesa e pandemisë, bllokimin që u bën në Ottawa, cënimi i lidhjeve drejtave të njeriu dhe të gjitha. Por kur ke një gjykatë e cila është garanci, patjetër që është një arbitër i fundit që nëse u çmend një aktor, patjetër që është një arbitër që duhet flet. Sepse të gjithë, le të themi, ekzekutivi është një aktor, parlamenti është një aktor tjetër, gjithë ne si qytetarë jemi aktor, biznesi është aktor, por patjetër ka nevojë për një arbitër dhe gjykata e lartë kanadeze është ajo që në këtë vendim, le të themi në vendimin e parë që juve thatë, që ka të bëjë me çështjen e pandemisë, gjykata e lartë kanadeze erdhi në pikën që tha që ishte e tepruar ajo çfarë u bë. Pra çfarë përdori? Përdori të instrumentin e Made in Canada që thash, parimin e proporcionalitetit. Shisa i rëndësishëm ishte ai ky zbulimi kanadez i proporcionalitetit. Përdori pikërisht këtë test dhe tha, u bë kufizimi me ligj, po u bë me ligj, po për gjendjet jashtëzakonshme, ishte i nevojshëm, a mund të merreshin masa më të lehta se aq, a duhet të shkojë në këtë ekstrem, a mund të kishte zgjidhje të tjera, pra le të themi, a ishte proporcionale në fundit, dhe në fund bëri analizën dhe tha jo, ishte tepruar. Duke qenë në atë valën e pandemisë, u bë, por ama foli dikush një arbitër në fund dhe tha është e gabuar, dhe ky është një mësim, le të themi, për institucionet kanadeze, por siç edhe ju thatë, është një garantizëm më i lartë që ndoshta Kanadaja ka fatin e mirë që ka një gjykatë që është mendje hapur, që nuk lejon të rrëshqasë shoqëria në diktaturë siç mund të rrëshqasin për fat keq, sidomos kohët e fundit gjithmonë më tepër po i shikojmë diktaturat e instaluara, ndoshta edhe në vende që s'mendonim ndonjëherë që mund të instalohesh. Pastaj, për sa i përket të dytës që ka të bëjë me pjesën e indigjenëve, në të cilët tani gjykata e lartë kanadeze, pyetja mbi tavolinë ka lidhje me origjinë e pronësisë, pra është origjinë e tillë që indigjenëve duhet i njihet, apo në fakt që nga marrëveshja që u bën ndërmjet indigjenëve dhe mbretëreshës lejohet përdorimi i tokës sigurisht nga ata që quhen pronar. Po keni parasysh, sepse në vende si Kanadaja, që ne jemi monarki, ju e dini që sovrani në vende si Kanadaja, sovraniteti i përket mbretit tani, që të thotë që nga Zoti, që është krijuesi, ja ka deleguar sovranitetit mbretin, do më thënë sovranitetin mbretit, i cili është në fakt ai të cilit i përket toka dhe ne e kemi në përdorim. Kjo është logjika juridike që ka sot Kanadaja. Do më thënë, ne gjithë i themi vetes, nëse i themi vetes pronar, shpish apo tokash këtu, në fakt, në vi fundore ne jemi përdorus, të cilët kemi të drejt edhe t'ja trashëgojmë fëmijëve tanë, por toka i përket sovranit, sipas logjikës të një monarkie. Nëse do të ishte republik, jo, sepse në një republik
shumica vendos dhe res publica që vjen nga latinisht do thotë sen publik, do të thotë që i përket popullit në fakt. Por është e njëjta logjik sepse ndërsa në monarki ka një urlisë ndërmjet Zotit si krijues dhe popullit, ku është mbreti që mbajtës i sovranitetit, në një republik jo, në një republik domethënë ky sovraniteti i lën popullit direkt, le të themi. Kështu që në logjikën e kësaj që po ndodh, ajo që domethënë pritet me sa di unë rrugtimin e ka për në gjykatën e lartë, që është gjykata e lartë tani kanadeze, e cila në analizën e vet do duhet që të shprehet nëse do vazhdojmë të jemi përdorues, të na njohë përdorues ne të ardhurit pas indigjenëve, apo përdorues janë indigjenët dhe ne në fakt çdo marrëveshje do ta kemi me indigjenët nëse duam të blejmë, përdorim tokën prej tyre. Tani ky është një debat juridik i cili besoj që do të shfaqet i fije përpedhe i thelluar në gjykatën e lartë kanadeze, por unë përsëri vazhdoj të mendoj që gjykata e lartë kanadeze do të jetë në nivelin që duhet jetë për të folur me proporcionalitet për të mirën e të gjithëve, sepse në fakt është gjykatë që është atje për të qenë, për të mbrojtur interesat e të gjithë. Faleminderit shumë Klod për të gjithë panoramën e mrekullueshme, vllai i nderuar. Kam dy pyetje fatikisht. E para, ne kemi bashkëpunuar ngushtë bashkë në ligjin për barazinë gjinore në Shqipëri, e kemi bërë krenarisht, si vëllezër në besim dhe jo vetëm, por dy gjëra duhet e pritej. Një është e para, argumentet që janë përdor, më tepër për njerëzit që unë kam lexuar, po, argumentet që janë përdor tek padia që është bërë prap tek referati. Cilat janë argumentet bazë që janë përdor kundër atij ligji dhe cilat janë ato që janë specifike të referuara nga gjykata kushtetuese kanadeze ose vendimet e saj që janë përdorur si referencë. Faleminderit. Faleminderit shumë vllai i nderuar. Në fakt pyetja që bëre dhe çështja që ngrite është një çështje që meriton komplet një konferencë të re, por meqense e ngrite, se është me të vërtetë shumë e rëndësishme, disa nga argumentat kryesore që janë përdorur në fakt kundër atë ligji, dhe le të them me dy fjalë se në fakt çfarë ka sjell ai ligj. Ai ligj ka sjell në Shqipëri që thotë që definicioni i gjinisë sipas ligjit në Shqipëri nuk do të jetë më femra dhe mashkulli i lindur si femër dhe mashkull dhe ashtu regjistrohet, ashtu qëndron dhe në vdekje, por i lejohet njerëzve, cilët të shfaqin edhe gjini të ndryshme nga ajo që kanë lindur, madje të identifikohen dhe me gjini për te binaritetit, deri sot paktën sipas teorive janë mbi 70 gjini të ndryshme. Që dhe kjo po kalon dhe në Shqipëri. Po, kështu që kush janë disa nga argumentat që ne kemi ngritur? Sigurisht disa nga argumentat që kemi ngritur kanë të bëjnë me cënimin e kushtetutës. Gjinia është vendosur në kushtetutën shqiptare dhe është e qartë dhe flitet për burr dhe grua, dhe është një ligj i cili është më poshtë në hierarki se sa kushtetuta, s'mund të vindesh me kushtetutën. Nëse shqiptarët kanë mendjen dhe kanë vendosur dhe duan si shoqëri që të mos njohin dy gjini, po të njohin 72 gjini në kundërshtime të drejtave natyrore, sigurisht që do t'i vinë, pasojat që do t'i vinë, por këtë mund ta bënin vetëm me kushtetutë. Nuk mund ta bëjnë me një ligj të zakonshëm. Ky është argumenti në kryesor. Një tjetër që shumë e rëndësishme është cënimi i lirive të drejtave themelore, që është liria e besimit, liria e shprehjes, liria e drejta e edukimit, e drejta e prindërve për të edukuar fëmijët në atë nivel. Kush janë disa cënime, për shembull, pse liria e besimit? Liria e besimit sepse nëse ai ligj do të bëhet, pasojat janë që ti mund t'i thuash fëmijëve që gjinia është 2, por dhe nëse ja thua fëmijëve dhe ai e thot në shkollë këtë, mund të vinë pasoja, apo nëse ti thua që gjinit është 2, që konsiderohet si kur në fakt ke bërë atak kundër këtyre që mendojnë që gjinia është më shumë se sa 2, dhe si rjedhim në ligj janë vendosur madje dhe sanksione administrative, civile, penale, pra duke bërë, pra të themi, duke kthyer si një ideologji të detyrueshme me ligj çështjen e gjinisë. Një arsye tjetër sepse ne kemi çuar është edhe cënimi i të drejtës të atyre, për shembull po marrim sportin. Nëse do të jenë 2 gjinit, i bie që në garën e femrave të 100 metrëshit, për shembull, apo të një sporti tjetër, të shkojë një mashkull të thotë që unë identifikohem si femër dhe të fitoj të gjitha medaljet aty, sepse në fakt është krijuar që të ketë elemente të ndryshëm nga femra. Kështu që çfarë do të bëj, do shkatrosh sportin. Pra, le të themi,
ka pasoja serioze. Në edukim, pa diskutim, sepse te pjesa e lirive të shprehjes, një argument tjetër që kemi ngritur ka të bëjë me cënimin e drejtës ndërkombëtare, sepse Shqipëria ka nënshkruar Kartën e Lirive të Drejtave Themelore që njeh gjinit, dhe sidomos konventën e grave, sepse ne mendojmë që kjo cënon dhe mbrojtjen që i është bërë grave dhe që i bëhet, sepse imagjinoni deri tani gruaja nuk ka patur vendin që duhet ketë në fakt në institucione, në shoqëri, dhe duke qenë si gjinia e cila ka qenë diskriminuar, po imagjino tani, kjo gjini që ka qenë diskriminuar, do t'i vinde 71 gjini të tjera, të cilat do t'jenë në luftë për ta çbërë akoma dhe më tej. Këtë ndërsa kishte një rol 20-30% në institucione, tani imagjino çfarë do të ndodhi nëse do të vijë edhe 70 të tjera llojesh. Domethënë do të godasin pikërisht këtë lloj vetë atë që kishte si qëllim të mbronte në fakt. Detyrimi që ka, për shembull, ka vendosur jo më pak se 30% duhet të jenë domethënë në institucione nga gratë, të cilat nuk kemi asnjë kundërshtim për të, por nuk është puna atje, është puna sepse çdo lloj genderi pastaj, që mund ta quaj veten një gjini X, ku diun se janë 72 thash, mund të kërkoj pikërisht këtë gjë. Pra le të themi element të cilët ky do ishte një nga rastet që jo gjithmonë mund të mësosh nga gjykatat e tjera, se ndonjëherë çfarë gjykatat e tjera kanë bërë gabim, duhet të bëj të reflektosh në shoqërinë tënde që s'duhet ta bësh në vendin ku je, sepse në fakt je aty të kanë vendosur si mbrojtës të rendit në tokë. Sot nuk vinë më profet, por në fakt roli i gjyqtarëve të gjykatës së lartë apo gjykatës shtetuese është në fakt mbrojtësi e rendit natyror aty. Mund të çmendet parlamenti, por s'duhet të çmenden këta të nënt. Se po çmendet këta të nënt, iku nga binarët komplet shoqëria. Prandaj do shumë kujdes. Në Kanada, ligjet vinë nga Anglia bazuar në common law. That means that the law is based on a majority of the population. So now you mentioned a little bit at the end of your talking that, funny shkoa prap në Anglisht, but it's okay. The globalism and the human rights. So that means if we are talking about the human rights, we're going to individual people. So, and it looks like that lately this is taking over the common law. So how you reconcile all this together with the law? Because then you go to the globalism and Albania is going in a community in Europe. So then total different laws. How you reconcile these things? You know, that's what I was thinking. It's so with a percentage. Kanadaja është një vend bigjural që quhet, që ka sistemin common law, por ka edhe sistemin civil law në Quebec për shembull. Pra, sistemin e kodifikuar. Apo ku diun, do ketë parasysh edhe drejtën ndërkombëtare, apo ju përmendët dhe Shqipërinë, të drejtën e Bashkimit Evropian, pra, duhet të ketë disa rende juridike në kokë, pra nuk mundet, prandaj gjyqtari nga natyra duhet që të ketë në mendje të gjitha këto përpara se të marrë një vendim. Po marr gjyqtarin kanadez. Gjyqtari kanadez patjetër që duhet të ketë në mendje common law, që do të thotë për ata që nuk janë familjar me termin precedenti i mëparshëm, do të thotë që çfarë apo mënyra si ishte zgjidhur më përpara një çështje, gjyqtarët janë detyruar ta vazhdojnë ta mbajnë këtë precedent të gjallë. Dhe ju me të drejtë thoni, po si, tani precedenti gjallë duhet mbajtur, po nga ana tjetër duhet të shikojmë edhe çfarë është bërë në botë për këtë gjë, po çfarë thotë edhe ku diun për te kontinenti, si harmonizojmë gjitha këto. Kjo është në fakt roli i gjyqtarit, që në fakt duhet vendosin peshore gjitha këto forca për të ardhur tek ajo lloj përgjigje që është më mira për shoqërinë e vet. Shoqëria kanadeze është shoqëri multikulturore, që do të thotë që kam qindra kultura këtu, rreth 200 kombësi që të paktën e sa di, cilat ja bëjnë edhe më të vështirë rolin që ka gjykatës, por në fund duhet vendosi. Dhe si ka vendosur sipas studimit që unë bëj, unë them që në 1/3 e vendimeve në fakt është referuar në vendimet gjykatave të huaja dhe
në 1/3, sipas standard, askush do ta mendonte, por në 1/3 ka vendime të gjykatave të huaja që ka marrë vendimin, që të thotë që merr pjesë dhe mëson nga eksperiencat e tjerëve. Po në fund mëso sa të duash nga të tjerët jashtë, do vendosësh për gjën që ke në shtëpi. Kështu që dialogu të shërben për të qenë më wise, më i urtë, më i zgjuar për të vendosur për gjërat brenda në shtëpi. Gjitha eksperiencat që merr nga jashtë. Prandaj eksperienca mbetet burim i wisdomit, i urtësisë, nuk diskutohet. Kështu që ky është roli i gjykatave dhe unë besoj gjykata kanadeze e ka bërë në shumicën e kohës, do thosha shumë mirë këtë. Urime për librin, unë jam Dajneza. Kam një pyetje, nuk e di, nuk kam pasur mundësi ta lexoj, herën parë që dëgjoj. Nëse ke listuar në një precedent case ose çështje presidenciale më përpara, të cilat kanë ndikuar fuqishëm ose njëri nga gjyqtarët që ke intervistuar, që kanë ndikuar fuqishëm në sistemin e drejtësisë këtu në Kanada, por edhe në atë ndërkombëtar. E huaj, do të themi një vendim i huaj që kanë ndikuar. Një vendim i joni? Që kanë ndikuar? Po. Faleminderit. Shumë faleminderit. Siç e thash, gjykata e lartë kanadeze është një gjykatë që dëgjon, por dhe dëgjohet jashtë. Flet për të tjerët, por dëgjon kur i flasin. Influencon të tjerët me vendimet e veta, po dhe influencohet nga vendimet e tjera. Kështu që është pyetje me të vërtet me vend që sa është influencuar Kanadaja apo sa ka influencuar të tjerët. Në fakt të dyja kanë ndodhur. Siç thash, një nga vendimet që është më influencuesi se askush në botë, do thosha, nëse ka një produkt, ndoshta publiku nuk e di, po unë nuk besoj se ka produkt kanadez më botërisht të shpërndar në 200 kombe se sa është testi i proporcionalitetit. Nuk e di, çdo vend të Afrikës mendojeni, çdo vend të Amerikës Jugore nuk bën vaki të mos ketë testin e proporcionalitetit. Nga ka ardhur ky test është i 81-shit në Ox test që është i 1181 i gjykatës së lartë kanadeze. Njihet që është made in Canada ky produkt. Pra le të themi është tamam si mendoni pak si kur të ishte një treg makinash, çdo vend kishte makinat dhe ky lloj motori, ky lloj sistemi i makinës është made in Canada. Dhe sot në 200 makinat që ka bota punon vetëm me këtë motor. Aq i rëndësishëm është, domethënë, ky Ox test që thash, proporcionaliteti. Dhe në fakt nuk është zbulim kanadez. Unë i kam hyrë në studim në fakt se nga ka ardhur ky, domethënë, si burim dhe në fakt burimin e ka në shpalljet hyjnore. Në fakt po ta shikosh në Bibël flitet për proporcionalitet, në Kur'an flitet për proporcionalitet, pra le të themi burimi është patjetër besoj është hyjnor, por është përdorur dhe është vendosur si një instrument i mrekullueshëm tek ai vendim dhe sot përdoret edhe nga gjykata ndërkombëtare, madje Strasburgu, që është më i famshëm për këtë parimin e proporcionalitetit, ka marrë motorin kanadez, e ka vënë në Strasburg dhe gjykon çështjet evropiane. Domethënë është rasti më klasik. E kundërta, si një vendim i huaj mund të ketë ndodhur këtu, a dhe ka ndikuar Kanadan, ka goxha të tillë, unë i kam në studimin tim dhe këtilla raste, njëri nga më të famshëm do thosha unë që ka shaped, le themi, formësuar Kanadan, ishte pjesa e vendimit për heqjen e dënimit me, le themi, për diskutimin e dënimit me vdekje këtu. Për shembull që Kanadaja ka marrë nga një vendim i gjykatës kushtetuese gjermane, që është një nga vendimet më të rëndësishme dhe gjykata gjermane konsiderohet me më reputacion në Evropë të paktën, dhe kur ka analizuar këtë çështje Kanadaja, në fakt i ka hedhur syt atje. Nuk i ka hedhur syt nga komshia në jug, për shembull, se bën vaki të kishim vendosur dënimin me vdekje edhe ne këtu, po të kishte vendosur sipas gjykatës së lartë amerikane, ju e dini në Amerikë është dënimi me vdekje. Kështu që Kanadaja zgjodhi të shikonte, të merrte këtë model dhe ta përdorte këtu. Ka plot raste, po sidomos te pjesë e drejtave të njerëzit, të dy anët kanë ndodhur, pra siç thash, Kanada është nga ato gjykata që dëgjon,
edhe të tjerët që thonë, por edhe dëgjohet me shumë reputacion sot në botë. Nëse ka një gjë që ne si kanadez do të jemi krenar sot në botë është vendi që ka gjykatas kanadeze në botë, është nga më të respektuar të mos them, dhe ndaj e quajta që në fillim diskutimit është mesi i gjykatave botërore. Një pyetje do të kisha, për sa i përket informacionit që ti ke, si mendon ti, ku qëndron Kanadaja në krijimin e precedencave? E dim që kur ka një precedencë, në funksion të precedencës kemi referencë dhe jemi të detyruar ta mbarojmë këtë precedencë, por për të hapur një precedencë është një procedurë tjetër dhe është një tjetër logjik, shumë më e thellë. Ku qëndron Kanadaja këtu? Faleminderit. Faleminderit. Kjo është pyetje shumë e rëndësishme, pra me fjalë të tjera, ore nëse çështja X është zgjidhur me formën Y deri tani sipas asaj formule, si mund të lëvizim nga kjo nëse mendojmë që Y-i nuk na përshtatet më mirën se si mund të jetë shoqëria tani, sepse në vitet 800-900 Kanadaja s'ka qenë kaq multikulturore që është tani, ka 200 komsi këtu, duhet menduar ndryshe. Dhe në fakt kompetencën ligjore për të lëvizur nga precedenti e ka vetë gjykata e lartë kanadeze. Domethënë, aq sa është e lidhur me precedentin e mëparshëm, pra le të themi gjykata kanadeze është e tillë që i ka të gjitha zinxhirat e mëparshëm. Ka zinxhirat e vendimeve të vetë gjykatës në vite, shekuj më përpara, por ka edhe kompetencën që nëse do të lëvizë nga ky precedent, mund të lëvizi, por duhet i mbushin mendjen vetes në radhë të parë, nëntëve që ka aty, dhe pastaj të gjithë ne të tjerëve që do shikojmë këtë vendim që do vendosi. Kështu që e ka ligjërisht të drejtën për ta ndryshuar precedentin, ne nuk i thot dot njëri pse e ndryshove, por sigurisht nëse ta bëj këtë, e bën me shumë kujdes, sepse në një farë mënyre duhet të marrin në konsiderat gjithçka që ka ndodhur më përpara dhe pse duhet të arrijë që të ndryshojë sot, pra duhet të kenë ndryshuar diçka tani që të arrish në përfundim tjetër. Pra nëse formula ka qenë 1+1+1 bënin 3, ç'ndodhi tani që bëjnë 4, pas ka dhe një faktor tjetër, pra duhet vendosur dhe duhet arsyetuar shumë mirë se pse bëjnë 4 tani. Një thënie juaja që unë nuk e kisha dëgjuar që shteti është pronar i Kanadas. Do të flitet edhe për shtëpiat, flitet edhe për tokën. Ndërkohë që në 76, kushtetues 76 në kohën e Partisë Komuniste, i kaloi gjithë prona, i kaloi shtetit. Tashti, duke bëj analizën e kësaj, them më mirë që të kishe qenë prona e shtetit, se populli shqiptar ka hyrë në një kalvar, edhe unë e kam vujt vetë, domethënë avokati e marr me çështje përgjithsisht të pronës, më mirë do të kishe qenë që të qëndronte e shtetit, që mos pronarte shkret, mos kishin këto halli që kanë sot, sepse ka dhe një shprehje që thon shkodranët, që thotë nëse duan me të urrit, thotë të pafsha me pronë. Këtu ka degeneru domethënë ajo. Për probleme tjera, për shumë ajo zonja që pyete për precedentin, edhe precedenti në Shqipni, pavarësisht se atje ka një ndryshim në sistemin gjyqësor, atje ka gjykat parë, gjykat administrative, gjykat apeli, gjykat të lartë, që është superiorja ke ju, supremja, edhe ka gjykat kushtetuese, të cilat shpesh herë nuk rakordohen me njëra tjetrën, edhe kthehen, apeli ja kthen gjykatës parë, administrative ja kthen gjykatës së, domethënë është një zallamahi e keqe ligjore. Pra, mendimi im është, si mund të zgjidhet problemi, se unë them që Kanadaja si vend më e madh se Shqipënia, po pas këtë lehtësi që nuk pas shkëtu pronarët, nuk qenë pronarë. Atje pronarë ngeli vetëm një element i habitshëm, vetëm obori shtëpinë e kishte ti, po obori ishte në përdorim. Domethënë kishte një veçanti, domethënë që edhe kjo hapi probleme të tjera. Por unë mendoj të bëj një pyetje që tash nuk më intereson shumë, sepse unë kam dalë në pension dhe shqyr kam shpëtuar nga këto problemet që ka Shqipënia. Edhe them që atje ka aq shumë probleme, po jenë akumulu aq shumë, sa që them si zgjidh Kanadaja të gjithë dosjet që jenë në për gjykatat kanadeze deri në gjykatën supreme. Sepse tashti konkretisht jenë mbi 250.000 dosje në gjykatën e lartë shqiptare, të cilat unë mendoj që unë s'kam të marrë vesh gjë fare, post mortem, po e kam llafin që shumë gjyqtar, shumë avokat
nuk do arrin të zgjidhin problemet e pronarit, do ngelen ka fitu të parën, ka humbur dytën, mase ka fitu dhe herë dytën e ka ngelen gjykatë nal. Si e zgjidh Kanadaja shumicën e dosjeve nëse ka kaq shumë? Kjo është pyetja. I nderuar avokat, shumë faleminderit për pyetjen edhe që më jep mundësinë të flas për një gjë që është shumë e rëndësishme dhe që lidhet ndërmjet Kanadas dhe Shqipërisë. Shumë shkurt për pyetjen që bëre në lidhje me kujt i përket prona. Tani këtu në Kanada sovraniteti nga Zoti i ka ardhur mbretit dhe mbreti si sovran ja ka lënë në përdorim njerëzve. Kushdo këtu i cili ka shtëpi, në fakt e di që e ka në përdorim. Sovranitetin këtu, mbajtësi sovranitetit është mbreti. Që të thotë që ne mund të ashesim e të ablejme kujtun se qëfar, pra ajo gjithmonë konsiderohet pronë e mbretit. Tani, në Shqipëri, ishte pronë e shtetit, si që thua, dhe e mendove që do shta kështu duhe i bërë dhe në Shqipëri. Në Shqipëri, logika është që i ka kaluar shtetin e Respublikan Shqiptare, i ka kaluar pronësin komplet pronarve, dhe i duket vetja, dhe kjo me sa duket këtu është problemi, që nuk e kuptojnë shqiptarët që në fakt pronësia nuk i përket atyre, fakt pronësia i përket krijuesit në fakt. Ne të gjithë jemi përdorus, këtu e gjetëm, këtu do ta lëm, kjo është logjika e ligjit në fakt, dhe kjo është në shumicën e vendeve që e njohin dhe bëjnë këtë analizë, pranojnë këtë pavarësisht se duket pak e çuditshme, por kjo është e vërteta. Kështu që te kjo pjesë shqiptarët duke mos e njohur këtë, pasur këtë background, thonë unë jam pronari, kështu që unë mund të bëj çfarë dua dhe pastaj vrasi dhe njëri tjetrin në kjo pjesë. Kështu që kjo vjen pak edhe besoj edhe nga mendësia komuniste që kaluan në një moment në njërin ekstrem dhe tani morën ekstremin tjetër, komplet atë ekstrem i cili jemi aty ku jemi. Tani për pyetjen e dytë që bëren lidhje me backlogun ose me ngarkesën e gjykatave dosje, është e vërtet sot që flasim, po lexoja para disa ditësh një raport të Këshillit të Lartë Gjyqësor Shqiptar që thoshte sa është mesatarja e një çështje në Shqipëri, sa zgjat, nga shkalla e parë derisa mbaron gjyqi. Sa vjet zgjat thoni ju? Sot që flasim është 18 vjet që nga që të çosh çështjen sot, 18 vjet është mesatari një çështje. Siç e them me të drejtë, do vdesi 3 herë njeriu që të vi të zgjidhë çështjen. Domethënë, përveç pastaj numrit shumë të madh të çështjeve. Kjo si e ka zgjidhur Kanadaja këtë? Kanadaja ka zgjidhur me një formë që e kanë zgjidhur dhe shumë kombe të tjera, dhe kjo vim prapë tek ajo që pse ne dhe si duhet të mësojmë nga eksperiencat e tjerëve, s'ka nevojë të shpikim rrotën në Shqipëri, e kanë shpikur të tjerët, merre rrotën, përdoren në Shqipëri, dhe kush është rrota? Ndërmjetësimi. E kanë zgjidhur me anë të ndërmjetësimit. Këtu u bë në vitit 2000, ishte një ministër shumë mendje hapur kanadez në 99-2000, që tha askush nuk të drejtohet gjykatës në Kanada pa e zauruar rrugën me ndërmjetësim. Jo, ku diun kaloj gomari gardin me vrap një gjykatë. Apo ku diun për çdo çështje më banale me vrap një gjykatë edhe u mbitun gjykatat. Jo, këtu tha askush si drejtohet dot gjykatës pa e zauruar rrugën me ndërmjetësim. Dhe sot që flasim, sa përqind të çështjeve vjen në gjykatë thoni ju këtu? 3% vetëm shkojnë në gjykatë. 97% të çështjeve këtu zgjidhen me ndërmjetësim. S'ka nevojë, për shembull, ne në fakultet kur merresh me studentë që merremi, këtu në çdo lëndë do t'i mësosh kur jep mësim me studentë drejtësisë, do t'i mësosh si të bëjë ndërmjetësi mirë, se shanset e atij ose asaj që të shkojnë në gjykatë janë 3%. 97% do ta mësosh të bëhet ndërmjetës, se me çështjet që ka në duar, me ato çështje do merret. Kështu që zgjidhja është në fakt ndërmjetësimi dhe në Shqipëri. Ne kemi propozuar në fakt disa herë, madje unë kam bërë dhe shkrime publike për këtë, aq sa ndoshta mund të jem bërë dhe i bezdisshëm që pse them për këtë rrotë që ta përdori Shqipëria, sepse nuk del dot ndryshe. Nuk ka asnjë shans të dalësh ndryshe nëse nuk e bën këtë. Dhe këtë mund ta bësh me qindra mira çështjeve që janë sot atje, të thuash që s'do të gjykojnë fare, keni janë 3 muaj kohë ta zgjidhni vetë, po se zgjidhet vetë, mund të vini dhe pastaj apo dhe çështjet e reja, apo zgjidhjet e martesave. Qindra mira çështje sot qëndron dhe flën atje. Të tjerët mund të jenë martuar 2-3 herë të tjera, ai akoma vazhdon të jetë në gjyq me të parin. Mund të ketë dhe fëmijë me të dytin, e me të tretën, e me të katërtën, apo vice versa gjinia, e njëjta gjë, sepse do të qëndrosh në gjykat pa fond. E ka zgjidhur Kanada dhe vendet e tjera me ndërmjetësim ose me institucione të tjera, po.
Ju përshëndes dhe ju përgëzoj si lexues, do doja të dija si autor. Ju rrekeni të cekni një temë që është tetë akademike. Sa e vështirë është për një autor shqiptar të afrohet në këto lloj nivelesh dhe a shënon ky botim një hap më tej të afrimit të komunitetit shqiptar të Amerikës Veriut në qarqet akademike dhe institucionale ndërkombëtare. Këtë pyetje dua ta bëj sepse kam nevojë si shqiptar të ndjej atë vetëvlerësimin në nivelet e larta që ne shqiptarëve shpeshherë na mungon. Shumë faleminderit për pyetjen e nderuar. Në fakt, ky punim, libri që kemi tani në duar, që në fakt këtu kemi vetëm 5 samples sot, por pjesa e kargos mbeti rrugës teksa po vinte nga Shqipëria. Kjo ishte përsëri një çorb shqiptare, po meqense jemi tek pyetja. Në fakt ky studim që është bërë nga Osgood Hall Law School, domethënë i drejtuar prej meje, është një studim që është referuar 2-3 herë nga gjykata e lartë kanadeze, sot që flasim në vendimet e saj, e ka referuar si studim dhe i është dërguar dhe tani në fakt do i dërgohet personalisht të gjithë gjyqtarëve të gjykatës së lartë kanadeze me nënshkrimin tim, sepse dhe ja kam premtuar në fakt kur i kam intervistuar personalisht secilin prej tyre individualisht, kështu që do t'i shkoj. Unë shpresoj që ta përdorin sepse në fakt kam goxha këshilla dhe për ta, për të bërë punën më të mirë dhe për vetë ata. Thash që janë me wisdom pafund, por dhe aty kam mësime dhe për vetë ata. E njëjta gjë edhe për do t'i çojë në fakt dhe gjyqtarët e gjykatës së Strasburgut, por edhe dhe sigurisht që është pjesë e auditorëve dhe është referuar në fakt goxha dhe më vjen mirë që është referuar në goxha punime shkencore dhe akademike sigurisht, por kthimi në libër pastaj është për lexues më të thjesht, le të themi që nuk është shumë akademik dhe kjo ishte sfida tjetër për ta kthyer pastaj për lexuesin e zakonshëm. Por faleminderit Zotit, në fakt besoj që ishte një studim që është shpritur shumë mirë dhe është përdorur dhe po përdoret në fakt sot nga akademikët edhe nga vetë gjykatët. Faleminderit shumë për pyetjen. Ne the kushtetuta ose sovrani në Kanada është mbreti. Në UK duket që ka një lëvizje që po merr që ta heqin mbretin. Hipotetikisht, nëse mbretëria bie në Angli, domethënë Kanada, ne ose mund të largohemi nga vargojnët e mbretërisë në thojza pa me rënë mbretëria atje, ose nëse bie atje, çfarë do ndodh me Kanadan? Ju faleminderit. Shumë faleminderit. Atëherë po e nis nga pyetja jote që do vi pastaj për ta mbyllur me projekte kam në duar. Atëherë, çështja e sovranitetit të mbretit është vërtet çështje që është në diskutim në Britani të Madhe dhe për të bërë shkurt, pasoja do të ishte që nëse atje mbreti bie, këtu ka rënë sepse ne jemi pjesë e atyre. Që çdo të thotë, ndoshta Kanada mund të kalonte në republik, pra një lloj respublika dhe mundet që të kishim një model të përafërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të thotë që sovraniteti pastaj nuk do të përkiste mbretit, por do të ishte popullit, pra kemi krijues, popull direkt, nuk do të kishte një mbret në mes. Kështu që kjo do të ishte pasoja. Unë kam dëgjuar si diskutim që bëhet edhe në nivel kanadaj, për shembull edhe në Kanada sot këtu ka lëvizje mendime për të shkëputur komplet andej dhe për të patur referendum këtu që çfarë lloj qeverisi e duan dhe nuk e di, duke patur parasysh që këtu mbi 50% sot janë të lindur jashtë Kanadës, kanadezët që janë sot me statistika janë shumica të lindur jashtë Kanadas, që të thotë që nëse do të bëjë një referendum sot, lidhjet e tyre me mbretin realisht janë jo të forta. Për shembull ju që jeni kanadez këtu, nëse do bëni një referendum, do thoshim çfarë është ai se njohim fare, më mirë me vendosën e këtu. Kështu që po të bëjë një referendum i tillë këtu me shumë gjasa të fitonte forma republikane e qeverisjes në fakt. Kështu që me shumë gjasa në Britani, shumë pak gjasa ka ta ndryshojnë, besoj për një arsye që të gjithë i kuptojnë, por këtu nëse do të bëjë një referendum dhe prandaj dhe nuk bëhet, do të fitonte e kundërta. Kështu që shumë faleminderit për pyetjen. Tani për projektin, për projektet që kam në duar, shumë faleminderit për pyetjen. Ato që kam tani në duar lidhen me ligjin, por nuk janë vetëm ligj në fakt.
pse nuk janë vetëm ligj, sepse lidhen me diçka që dikush i quan apo kushdo mendon që janë shkenca sociale, ajo çfarë ndodh jashtë kimisë, jashtë fizikës, jashtë kimisë. Ne sot jetojmë në një botë ku ligjet nuk janë vetëm ato që i mendojmë si graviteti e kujtun se çfarë. Edhe në botën që i quajmë si shkencat të buta që i quajmë këto sociale, dhe aty ka ligje po aq fizike sa fizike. Që për ta thënë dhe më shkurt dhe më shkoqur, jam duke u marrë përsëri me ligjet, po këtë herë me ligjet që janë mbi ne, po pavarësisht që janë mbi ne, mund jo gjithmonë arrim t'i vëmë re. Dhe bëhet fjalë për të drejtën natyrore, për shembull, që kam në duar tani, për t'i thënë direkt, nga mund të kuptojmë ne që si të dallojmë të vërtetën nga e gabuara nga pikpamjet e drejtës natyrore. Një libër tjetër që kam në duar është në fakt Three Witnesses of Truth, që ka të bëjë me identifikimin e right from wrong, si mund të identifikojmë right from wrong, dhe kuriozitetin nuk doja shohej tani se kush janë këto Three Witnesses of Truth, si mund të identifikojmë right from wrong, dhe tjetri që është shumë i rëndësishëm që e kam në pipeline që është duke ardhur është mrekullitë juridike, vështirë të lëvizur nga ligji, po e shoh një pikpamje tjetër, mrekullitë juridike të Kuranit. Këtë jam që është në pipeline tani që është. Por dhe më gjerë se saj, si thashë, drejta natyrore dhe kjo Three Witnesses of Truth, to të tre janë që jam duke punuar tani në dorë. Shumë faleminderit. Duke qenë se Panairi do t'jetë edhe ditën e nesërme e hapur për publikun dhe komunitetin shqiptar, por jo vetëm. Botimi i doktor Klodian Rados i ardhur në gjuhën angleze, i botuar në Tiranë nga shtëpia botuese UET Press. Do ta gjeni dhe nesër, do jetë pjesë e rrjeteve sociale, i shumë lajmeve, kam përshtypjen që ju do keni më shumë punë tani me komunitetin pas këtij promovimi. Ju uroj suksese, kuptoj që për komunitetin ju jeni një vlerë e shtuar. Ishte kënaqësi edhe intervista sot me ju, por edhe promovimi i librit. Faleminderit të gjithë pranishmëve, uroj që takohemi së shpejti edhe në botimet e tjera të Zotit Rado. Faleminderit dhe natën e mirë.